Jeta ime nga Vigjilia, kjo është një fshat malor, me vështërsi. Ne nuk ishim antar të kooperativës bujqësore në kohën e arsimit 7 vjeçar. Kam qenë në zonën shumë i mirë, më është refuzu bursa për këtë arsye të mos qenjes antar i kooperativës bujqësore. Kam kalu një jetë fshati, gjithë jetën. Kam punu në minjerë. Si ka ndryshuar fshati për ty ndër vite? Fshati jonë ekzisto me gojdhona me 1000 vjetë. Është fshati madh, ka qenë në të kalumen 300 shtëpi, ka kalu ma shumë. Për arsye të ndryshme është nda, është bë 2 fshatra. Sot ekzisto bazë edhe kuimi edhe rreth e bazë. Po ne kjo nuk la ka pengu kur si fshatarë. Ne njohim vetën të palda me atë rreth e bazin. Se na lidh një tradit, një zakon. Tani në tranzicion, do të kishte qenë shumë ma mirë, po mos kishte shpef emigracioni. Emigrimi ka shkatru fshatin. Unë e njoh mirë fshatin. Këto kanë ngel 30% e ish banorëve. Si fshat, na jemi një fshat prodhos, kodrinor. Kimi qendër shlatësore, kemi shkollë të mesme, kemi pas edhe ma para shkollë natë edhe bujqësore. Nga shkalla zhvillimi si fshat këto është bon punë. Kemi ujë vaditje të bollshëm, me rezervore dhe me kanal tradicional. Nuk kemi fshat që duhet braktiset. Këtu ka pas prodhime të bollshme nga gjitha llojet. Në fshatin tonë është prodhu edhe oriz. Organizohu me këto pleqët e fshatit, pleqësia e fshatit. Ne kemi 5 familje, quhen familjet e para, që janë stabilizohu këto. Nga këto, 2 janë katolik, kurse 3 janë musliman. Edhe këtu ka hi bashkëjetesa familjare, edhe në qeverisje e fshatit. Bashkëjetesa fetare. Na kemi edhe një rregull në fshat këto. Na kalu me e vazhdo dhe se. Kemi një rregull shumë të mirë, mund të qush, se këto në fshat, edhe po të kemi në një nga tres, në vdekje njoftoj me rehat shkaktarin. E kemi listë të fshatit, se e kemi vdekje bashk. Bashkëjetesa fetare këto ka ekzistu gjithmonë pas një kontradiktë. Kemi pas edhe lidhje martësore, një rast para 100 vjetësh, një katolik ka marrë një muslimane. Para 100 vjetësh këto. Kurse sot kemi mbi 10 familje të lidhën a musliman katolik në martesë. Këto kryesisht punën fetare e zhvillohet e prifti për të di komunitetet. Bile prifti këna është respektu ma shumë nga komuniteti musliman. Dasma kishte rregullat preme strikte. Aty nuk të falte. Qishke fejesa me shkusi, me nërmjetësim, ke pjesëmarrja në dasën, krushqit, çdo gjë në bazë të kanonit. Zhvilloheshin valle, muhabet, konga më të ndryshme, patriotike, edhe nuk kishte probleme, nuk kishte shqetësime dasma. Ai mali atje se e zonë këta pemët e ka borë është mali Dejs. Atje kufizohet mati me dibrën për maj malit. Këtu vje rreth, atje është mali Kaptina Mërtaneshit, ajo ku është me borë. Këtu vje mali Gurës, Qafshtama, atje ku është antena. Pak ma kre ka qenë komp verori i Shmbretit. Këtu është mali Karicës, si një fshati këtu kopshimin e, kurse ai mali me borë, që e ka mullu mbjegula, nuk duket plotësisht maja, është mali Skënderbeut. Është i këty fshati si territor. Ne si organizim, na si prejardhje, jemi mirëditor si fshat. Ku është kjo shtëpia edukatëshe, ka qenë një vend si vend fetar, gjurmë e shentit i kanë pason. Po ati gojdhonat e popli, ka qenë i gurë me një gjumër, kali nuk di se ka grabis tani. Ati edhe udhëtarët shkoshin, hedhshin e lek vogël.
Ose pos pate lek do të theshi një deg, pemet ljomë, ta hedhshem kalim aty gojdhonat janë se ka kalu Skënderbeu me kal aty, gojdhona popull. Të rit, të paktën duhet mos harrojnë në dhevën. Të mos harrojnë në dhevën, mos harrojnë vendlinjen. Sikur edhe me pak dëm ekonomik, duhet vinë shumë herë këto në fshat. Të vazhdojnë lidhjen tradicionale me fshatin. Në edukative ne ma shumë u mësim i nimëm në rrugën e traditës. Kurse evolucionin e zhvillën vetë, janë mjekët e informimit, e zhvillën vetë të rritë. Ne në rrugën e traditës, të marrëvajtjes së komunitetit me njëri tjetrin. Në këtë rrugë ne kemi praktikë, kemi shembulla. E fëmijët, sot për sot, vetëm zgjidhja është emigrimi, nuk është mundësia këto jetesa. Sot për sot është transformu jeta, se këto është jetu 2000 vjetë. Në një fshat të qetë mes kodrave, ku rrugët janë ende për dheu dhe aroma tokës së punuar ndihet në ajër, jetojnë një plak dhe një plak. Janë të fundit e brezit të tyre që ende punojnë tokën duke ruajtur zakonet e vjetra bujqësore siç bëjnë prindërit dhe stërgjyshit e tyre. Duart i ka të ashpra nga vitet e punës, por nuk ankohet. Për të, toka është jeta. Plaka, ndërkohë, qëndron në obor duke ushqyer pulat dhe duke përgatitur barin për baktinë e pakët që u ka mbetur. Në zemër të një fshati shqiptar, larg zhurmës së qytetit, gjendet një familje e madhe tradicionale, ku rreth 12 veta ndajnë të njëjtën shtëpi dhe të njëjtën jetë. Në këtë familje bashkëjetojnë 2 vëllezër me gratë dhe fëmijët e tyre, si dhe 2 motrat e tyre të pamartuara. Jeta e tyre e përditshme është një përzierje mes traditës, respektit dhe bashkëpunimit.